Historia e Stenaldo më hilli pas daljes nga Big Brother VIP Albania vjen me një realitet të dhimbshëm dhe zhgënjyes që prek thellë. Ish banori ka rrëfyer vështirësitë e tij ekonomike dhe jetësore, duke treguar se rrugtimi i tij ka qenë larg asaj që publiku sheh në ekran. Nga emigrimi në Gjermani tek humbja e punës dhe kthimi në një situatë të pasigurt, jeta e tij ka qenë e mbushur me sfida. Por ajo që bie më shumë në sy është fakti se pjesëmarrja e tij në këtë reality show duket se ka pasur një qëllim shumë më të thellë se sa loja apo fama. Nga vetë fjalët e tij, kuptohet qartë se hyrja në këtë format ka qenë më shumë një thirrje për ndihmë se sa një garë përfitore. Ai shpresoi që përmes këtij eksperimenti të ndryshonte jetën, të gjente një mundësi për të dalë nga vështirësitë dhe për të ndërtuar një të ardhme më të qëndrueshme, sidomos për të siguruar një streh për veten dhe nënën e tij. Kjo e bën historinë e tij edhe më të rëndë. Pasi pas gjithë kësaj eksperience, ai ende ndodhet përballë të njëjtave probleme. Në vend të një fillimi të ri, duket se vetmja gjë që ka mbetur nga kjo eksperiencë është kërkesa e tij për ndihmë. Megjithatë, përtej kësaj situate të vështirë, ai shprehet se nuk ka humbur shpresën dhe mbetet i vendosur të vazhdojë përpara, me besimin se një ditë gjërat do të ndryshojnë.